Me këto fjalë, ish-presidenti Ilir Meta, në dukje e tjetërsuar fizikisht, u përball me togat e zeza të gjykatës së posaçme për herë të parë në nisje të procesit ndaj tij në themel, brenda kafazit të qelqt. Duke bërë shqiponjën dy krenare me duar, ish-kreu i shtetit nuk ngurroi të hedhë akuza ndaj magjistratëve në sallë. E bashkëpandehur me njeriu që ka mbajtur funksionet më të larta politike në vend, është ish gruaja e tij Monika Kryemadhi, edhe pse dyshohet për të njëjtat vepra penale, ajo gëzon lirinë, ndërsa këtë të hënë, çifti i dikurshëm politik u bë bashk kundër prokurorit Sotir Klapi, që i ka vendosur në akuzë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje mos deklarim të ardhurash me dosjet çesdia, lobingun dhe faturat mjekësore. Jashtë procesit gjyqësor, Kryemadhi u tregua e ashpër, duke e quajtur procesin një përrall të montuar. Kërkuam nga gjyqtarja që përveç se të kishim gjithë ekspertimin e telefonit, sepse çdo gjë është e ndërtuar si një fabul, pra po themi, për të krijuar një perceptim, për të krijuar një iluzion optik dhe mendimi në aspektin e mesazheve të caktuara telefonike. Seancë paraprake, gjyqtarja kishte vendosur që prokuroria të më pajiste me këtë material, pra me ekspertimin e gjithë telefonit tim, ku bëhet fjalë për gjithë bisedat e mia, jo vetëm mesazhet të selektuara që organi akuzës ka nxjerrë në akuzë, po për të pasur të gjithë rrjedhojen e mendimit dhe logjikën e mendimit të bashkëbisedimeve të mia. Avokati Kujtim Cakrani u shprehi i irrituar për vendimin e gjykatës që ndaloi transmetimin drejt për drejt të seancës gjyqësore, një kërkesë e vazhdueshme nga Ilir Meta. Fakti që kjo gjykatë nuk merr vendim ta japi ta shfaqë gjyqin online, vërteton dhe njëherë që kjo ka frikë nga provat. Jashtë gjykatës së posaçme u pan 10 mbështetës të Partisë së Lirisë, ndërkohë seanca e kësaj të hëne nuk mundi të zhvillohej për shkak të mungesës së Fatime Kryemadhit, po ashtu e pandehur në proces.